Savez-vous qu'en 2014, la France a été classée le pays le plus visité au monde avec 4... Mais qu'attirent si beaucoup les touristes étrangers? Bien sûr qu'ils sont les grands monuments. Në kuadrin e javës së frankofonisë, Liceu Gjimnazi Gjergj Kastrioti, seksioni dy gjuhësh, ka përgatitur një shfaqje. Jemi një seksion që punojmë prej vitesh për kuadrin e javës së frankofonisë. Kemi përgatitur një shfaqje me temën Savez-vous que, që ka përfshirë shumë kuriozitete nga të gjitha vendet frankofone, duke përfshirë dhe kostumet e tyre, muzikën e tyre. Sigurisht kemi përfshirë edhe Shqipërinë. Dhe në fund fare, kemi përgatitur dhe një mbyllje shumë të bukur nga në kuadrin e paqes, të përcjellim një mesazh paqeje për të gjithë Shqipërinë patjetër, po për çdo. Mesazhi i paqes vjen nga nxënësit e Gjergj Kastriotit me një lloj bashkimi për të gjitha kulturat, të integrohemi, të njohim njëri tjetrin, ta pranojmë njëri tjetrin.